Para së gjithash, dibran viteve të fundi çfarë kemi pa, unë e kuptoj këtë përpjekjen për t'i delegitimuar institucionet që e kemi pa nga një parti që dikur ka qenë opozit. Për mua ka qenë shqetësuese që viteve të fundit ne kemi pa përpjekje për të refuzuar thirrje të institucioneve drejtësisë, ne kemi pa një kryeministër në largim tash që është Albi Kurti, i cili ka refuzuar që t'i përgjigjet thirrjeve të prokurorisë. Kemi pa në vazhdimsi në seancat plenare përpjekje që emra të kryeprokurorëve të përmendet e të thuhet që njëri është i pranueshëm e tjetri është i papranueshëm. Merreni me mend çfarë do të thotë kjo për qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët kur shohin një njeri me aq pushtet që refuzon thirrjet e institucioneve drejtësisë, madje përpjekjet parishtura ka pas që edhe vendimet e gjykatës kushtetuese të hudhen poshtë, gjyqtarët e gjykatës supreme të përmenden me emra, të linçohen. Kosova ka kaluar një fazë të rëndësishme për të konsoliduar një sistem të brisht të drejtësisë dhe shihni sot ne kemi pasur një qeveri që është munduar të aranoj një sistem të tërë. Prandaj fokusi ose njëra prej shtyllave kryesore, 5 shtyllave cilat i përmend Partia Demokratike e Kosovës, se ka theks të veçantë, është e dyta pikërisht drejtësia. Ne nuk mund të kemi një sistem të tillë të drejtësisë, i cili rënohet çdo ditë më shumë, e të shohim pastaj që potencialisht, pra po e them, një investitor ta shoh Kosovën si potencial të investimit. Partia Demokratike e Kosovës është me fat që në radhët e saj ka ekspert të rëndësishëm. Edhe në listën tonë zgjedhore ne kemi zotin Gruda, por edhe të tjerë të cilët për muaj të tërë edhe zotin Fatuan të ta përmendi sot, e kemi njërin prej juristëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët për 9 muaj me radhë kanë bërë përpjekje që ta kthejnë kuvendin në kushtetutshmëri dhe ligjshmëri. Kemi deponuar gjatë 4 viteve shumë lëndë në gjykatën kushtetuese për të ndalur degradimin e shtetit, për të ndalur, po e them, shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe jemi munduar që edhe si opozit me aq pak numra të paktën të bëjmë përpjekje që ta kthejmë rendin kushtetues në nivel të demokracisë. Partia Demokratike e Kosovës do të angazhohet për një drejtësi të pavarur. Mendoj që kemi dhënë shembull tash e sa kohë edhe në listat tona zgjedhore, edhe në listën kandiduese, duke ofruar një listë zgjedhore e cila në fakt respekton parimin e njerëzve të cilët janë para ligjit absolutisht të pastër, dhe këtë do ta bëjmë me ekspertizën tonë që e kemi të jashtëzakonshme brenda PDK-s. Në fund, zë Murtezaj, cilat janë pritjet në zgjedhjet e 28 dhjetorit? Pritjet tona normalisht që të jemi parti fituese dhe jemi të bindur në atë, duke pa dhe gjendjen terren të cilët qytetarët janë lodhur nga zhgënimi i mos realizimet pothuajse të gjitha premtimeve që kanë qenë në qeverisë aktuale.